Një katastrofë mjedisore e përsëritur është kthyer në makthin më të madh të banorëve të Frakullës së Madhe në Bashkinë Fier. Rreth 20 familje të komunitetit rom të angazhuar në mbledhjen dhe përpunimin e mbetjeve urbane për riciklim pasi grumbullojnë kryesisht plastikën dhe metalet për t'i shitur. Pjesën e mbetur të mbetjeve e grumbullojnë në anë të rrugës duke u vënë flakën. Rrjetet e dentura të tymit janë kthyer në një shqetësim të madh për banorët e zonës, të cilët në kulmin e indinjatës pohojnë se tymi i dendur që përhapet në gjithë zonën po u krijon probleme shëndetësore. Jemi ankuar shpesh herë, thon ata, por situata vijon të mbetet e pandryshueshme. Frakullës së Madhe. Jemi autokton në këtë zonë këtu. Ky shtet ne na ka dënuar me vdekje. Se gjithaj tym, gjithaj pislek jasha ty me fjalë digjet të neve kemi një gjak të bësh analizet për kësaj lagjes tonë me fjalë janë të tërë me karbon gjak. Po na merr me qaf. Nuk pasja kaq shteti fuqi, më falni se e vajza ime se po flasja edukate me fjalë, nuk pasja kaq fuqi shteti me fjalë për 5 harxhin të qelbur aty me fjalë, të lutem nuk dua një presje të më shkurtosh nga ato që po them, flasun. Nuk pas ka shteti për 5 harxhin qelbur aty veri sap, këtu një kamër, po paguaj jam pensionist, po bëj un kamër të lidhe me policinë, dhe çia tark hef me turina. Të lidhe direkt me policinë me mua me fjalë, ti veri job, se kur u vë job u përcjell atyre. Sa fletësusesh, sa s'ka ku të vime. Ku do vime? Ku do vimi të hankojmi? Ti qoj shteti, moj ti qojnë majtë malit, sa ti e duon ata. Duon në majtë malit, ti hedhin veturit. Jo këtu me na usëmonë fëmijit, moj kemi në për spitale. Ja, moj që këtu, i ka fëmijit së murë, moj. Ku do vimi të hankojmi? Ata nuk prite. Ata i binin këtu në antë kanalit, ashtë i djegin atje, mund pare lagjes. Kush do merret me ata? Ven ata të bashkisë, i heqen ato qagjejnë, po ata presin sa ikin ata, vanë plakën gomave prapë. Sa shpesh? Ajo është ditë për ditë. Ajo që shikon aty është ditë për ditë, para ditë e mos ditë e këtë. Edhe kur i shtërngojnë ata të bashkisë, ata fillojnë ndezën ngjes shpejt ose në darkë kohë. Për sa kohë është vazhdon, për sa vitesh? Ajo ka një vit, mos themi më, po një vit po që është për ditë, ja, si që shikon ashtu, është ditë për ditë. Ata të plagjes atje, ata njëherë, po është bërë jeta ferë. Kërkon një zgjidhje urgjente? Po zgjidhje kërkon, po zgjidhjen së bëjnë dot ne, zgjidhjen e bën bashkia, nuk bëjnë dot ne. Ata janë largë edhe ta bëjnë si do qefi. Dhe për ditë kjo gjendje është këtu, lidhen male me mbeturina, nuk është interesi i bashkisë, ti heqe. Për ditë ja kalojmë tymi mjeku siç e shikon, kjo është një kancer i gjallë. Ju lutemi ju vetëm me masa si televizion, si gazetar, ta shikoni ne nuk kemi ti komuniteti këtu, po vim për ditë se na bie puna këtu. Kjo situatë për sa kohë është vazhdon? Kjo ka vite kështu është e njëjta gjë. Dhe nesër të vish ti kështu, dhe pas nesër të vish kështu është. Ka edhe makina, automjetet. S'kalon dot aty, 5 avash me qendrova 2 herë aty se vjen tjetri se shef. Kana mbalohet. Ta shqetësuese është për ju si banor zonës. Është shumë shqetësuese të i tërë tymi që vjen, që ndezin ata, vjen të tërë dhe kanceroza është e tërë. Po të vish këtu në momentin që ndizet ajo, e tërë lagja jonë mbushet vetëm plurizi. Tashi masa kanë marrë ato, jo s'kanë marrë, kanë ardhur e kanë pastruar, po duhet marrë masa ajo lagje që është atje, të gjejnë vendin dhe mos të digjen. Mos të digjen se ata sa ikin ata të zerë fikse su vënë zerë prapë. Kjo po bën gati një vit të cava, edhe më para ka që po, sidomos tash i vitin e fundit këto i mbledhin e qojnë tëra aty edhe tëra mbetet që i qojnë edhe i djegin. Të ne dëshirojmë që të merret masa ka më shpejt. Rrjetet e zeza të tymit sjellin vështirësi edhe në kalimin e automjeteve. Banorët apelojnë për masa të menjëhershme duke bërë thirrje të dëshpëruar për zgjidhje të situatës. Fëmijët e vegjël të komunitetit rom drejtojnë automjetet dhe motora duke lëvizur me shpejtësi, thon banorët, dhe çdo ditë jetojnë me frikën e ndonjë tragjedie. Shteti të marrë masa ose do të kalojmë në vetgjyqësi, thon ata. Çan thonë? Tjetra kemi një problem shqetësues me këtë. Komuniteti rom këtu. Kemi një problem shqetësues. Këtu fëmijët me makina, me motora, do vetë kasapan, po i bëjmë thirrje nëpërmjet televizionit tuaj. Shteti Jetojnë me makinë. do bëjmë vetgjyqësi po na vrau një fëmijë. Si u ndodhi ajo Ti me taksin e benzinë do të vrasin, do t'i djegin fare. Si bërja masakra në Durrës, ne do bëjmë vetgjyqësi. Ju lutemi shumë. Këtu ka pleq. Ne kemi shtëpi në rrugë, do vite gjithon, do dali. Do vetë këtë tokë do punoj. Fëmijët me makina, pa dokumenta, me motora. Më fali, jemi shumë të shqetësuar. Po do vemi me përjashtim të juve inë shpresa e vetë me jone, vetëm gazetarët dhe televizion janë shpresa jone vetë me që neve
kërkojmë zgjidhje. Po në zgjidh, mirë, nuk në zgjidh, urdhë shiko se rafisha. Pse vizën fikë? Përballë kësaj situate alarmante, banorët e Frakullës së Madhe kanë apeluar një zëri për ndërhyrje urgjente nga institucionet, por edhe masa ndëshkuese për çdo rast të ndotjes së ambientit, si edhe largimin e menjëhershëm të kësaj pike grumbullimi nga zona.